Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Deputetët mblidhen sërish nesër në përpjekjen e 33 për ta konstituar Kuvendin e Kosovës të dalë nga zgjedhjet e datës 9 shkurt. Në seancën e caktuar për në orën 10, ligjvënësit kosovar do të provojnë edhe një herë të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarët e këtij institucioni. Me propozim të lëvizjes dhe vendosjes si partia fituese, ka disa herë që po tentohet të krijohet komisioni për votim të fshehtë, por një gjë e tillë nuk pranohet nga disa parti të tjera që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit. Sipas tyre, ndryshimi i procesit të votimit në mes të tij kur në fillim ishte i hapur është kundër kushtetues. Tani më kjo çështje është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese, e cila ende nuk ka dhënë ndonjë interpretim. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti, i cili është edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, bojkotimin e votimit nga deputetët që marrin pjesë në vazhdimin e seancës për konstituimin e kuvendit, e ka quajtur sjellje politike të papërgjetshme dhe njëkohësisht shkelje të kushtetutës. Ka qeveri, e cila është qeveri në detyrë dhe e cila i ka kompetencat e kufizuara me nenin 31 të ligjit mbi qeverinë. Ajo çfarë Kosova nuk ka është parlamenti, kuvendi i Republikës. Unë çdo herë shkoj aty që ta konstituojmë kuvendin. Ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Por bindjen time, ardha në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjetshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës, me qenë se pika 128 e aktgjykimit gjykatës kushtetuese nga 26 gushti vitit 2014 thotë që të gjithë, përkatësisht secili deputet, duhet të votoj për, kundër apo abstenim, sepse konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e mazhorancës, vetëm e fituesit të zgjedhjeve, por të gjithëve. Pasi që ta konstituojmë kuvendin, atëherë përgjegjësia ime do t'jetë formimi i qeverisë së re. Deri në qeverinë e re e kemi këtë qeveri në detyrë. Andaj u bëj thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim dhe me që e provuam votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse asisoj e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014. Rruga për të dalur nga ajo që po quhet ngërsh në mënyrë të popularizuar është e qartë, vetëm se duhet vullnet për të ecur në atë rrugë. Në rast se gjykata kushtetuese vendos kundër votimit të fshehtë, a do ta ndryshoni emrin Albin Hajit? Ne e respektojmë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, por duhet ta kemi një herë atë. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Johona Rushaku Sadriu, i ka reaguar kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili tha se deputetët po e shkelin kushtetutën kur s'po votojnë për kryeparlamentar. Ajo ka thënë se Kurti e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit pa pasur shumicë parlamentare dhe jashtë çdo norme kushtetuese. Rushaku më pas ka renditur 10 pika, sipas të cilave është Kurti ai që po shkel kushtetutën. Zëvendës kryeministrja dhe ministrja në ndërheqje e punëve të jashtme Donika Gërvalla merr pjesë në takimin e ministrave të jashtëm në kuadër të procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore që po mbahet sot në Tiranë në organizimin e Shqipërisë si kryesuese e radhës. Ministria njofton se takimi ministror do të fokusohet në temën fuqizimi i konkurrencës rajonale dhe rritja gjithëpërfshirëse si rruga drejt integrimit në BE për vendet pjesëmarrëse që aspirojnë antarësimin. Vazhdon konflikti Izrael-Iran. Izraeli deklaroi senatën e kaluar 5 persona u vrarë nga sulmet raketore iraniane dhe kjo e çon numrin total të personave të vrarë në 20 viktima. Në anën tjetër, Irani deklaroi se nga sulmet izraelite janë vrarë 224 iranian. Ndërkohë konfirmohet vrasja e shefit të inteligjencës së Gardës Revolucionare Islamike të Iranit, Muhammad Kazemi. Pas këtyre vrasjeve, Irani ka intensifikuar sulmet ndaj Izraelit.
Sulmet izraelite dhe iraniane kanë vazhduar, ndërsa konflikti mes dy vendeve ka hyrë në ditën e 4, ku 5 persona janë vrarë në sulmet e Iranit në të gjithë Izraelin qendror gjatë natës dhe 10 të tjerë janë plagosur, sipas shërbimit kombëtar të emergjencës së Izraelit, ndërsa të dielën sulmet izraelite vranë shefin e njësisë së inteligjencës së forcave të armatosura të Iranit. Më vonë raketat iraniane goditën qytetet qendrore të Izraelit si Tel Aviv, Bnei Brak dhe Petah Tikva dhe Haifën në veri të vendit. Deri më tani dihet se 8 persona janë vrarë në sulmet e natës, ndërsa ekipet e shpëtimit po kërkojnë në rrënojat e ndërtesave të shkatruara për të mbijetuar. Gati 300 persona janë dërguar në spital. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump thotë se të dy palët duhet të bëjnë një marrëveshje, duke shtuar se po zhvillohen telefonata dhe takime, por se Irani thotë se nuk do të negociojë një arpushim, ndërsa është në sulm. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se çështja këtu nuk është deeskalimi, por ndalimi i Iranit nga zhvillimi i aftësisë përthamore. Ministria e Shëndetësisë e Iranit raporton se të paktën 224 persona janë vrarë në sulmet izraelite që nga e premtja. Sulmet kanë nisur që kur Izraeli sulmoi Iranin herët të premtën duke goditur objektet bërthamore, zona ushtarake dhe të populluara. Irani është përgjigjur me dronë dhe raketa balistike dhe shkëmbimi ka vazhduar në ditën e 4. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani dhe Izraeli duhet dhe do të arrijnë marrëveshje. Derisa ka përmendur edhe konfliktin mes Kosovës dhe Serbisë, ai tha se gjatë mandatit të tij të parë, ky konflikt i vjetër ishte gati të shpërthente në luftë, duke ndaluar mundësinë e përshkallëzimit të situatës. Ndërkohë tha se ish presidenti Joe Biden e ka dëmtuar perspektiven afatgjate me disa vendime shumë të gabuara. Lidhur me këtë deklaratë, sot u pyet edhe kryeministri në dorëheqje Albin Kurti. Ai tha se Kosova e Serbia ka një marrëveshje e cila vazhdimisht po shkelet nga Serbia. Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia, dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton, Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Unë besoj që normalizimi është i mundur, trysnia duhet të jetë mbi Beogradin dhe gjithmonë e mirëpresim rolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët paraqesin aleatin ton kryesor, partnerin e pazëvendësueshëm dhe mikun special në 3 fusha kryesore. E para është mbrojtja, e dyta është diplomacia dhe e treta është zhvillimi. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj e ka komentuar deklaratën e presidentit amerikan Donald Trump se do t'i kthehet çështjes Kosovë-Serbi. Hoxhaj tha se kjo deklaratë e presidentit të SBA-s tregon që Kosova është në vëmendje të Trumpit, si dhe shenjë paralajmëruese se shpejt mund të jemi në agjendën e politikës së jashtme amerikane. Tutja i tha se për këtë gjë, Kosova duhet të jetë e përgatitur si institucionalisht, ashtu edhe politikisht. Në gjykatën themelore në Prishtinë po mbahet seanca e parë gjyqësore për 53 persona të cilët po gjykohen në mungesë lidhur me masakrën e Mejës për një nga krimet më të rënda të luftës në Kosovë, ku vranë e u masakruan nga forcat serbe 370 civil shqiptar, shumica prej tyre burra e djemë. Në sallë të pranishëm janë 53 avokat të caktuar sipas detyrës zyrtare për 53 të akuzuarit. Prokurori Ilir Morina ka thënë se janë plotësuar kushtet ligjore për ngritjet e aktakuzës për gjykim në mungesë. Gjyqtarja Violeta Animani ka thënë se ka publikuar ftesën për seancë së bashku me aktakuzën dhe ka ftuar të akuzuarit që të marrin pjesë në seancën fillestare sot. Me këtë rast, gjykata mori vendim për gjykim në mungesë. Aktakuza për këtë rast është ngritur me datën 8 dhjetor të vitit 2023. Të gjithë personat akuzohen në mungesë.
Prishtina edhe këtë vit përkrah festivalin e këngës të organizuar nga Radio Televizioni Kosovës, një ngjarje me vlera të spikatura artistike e kulturore që krijon hapësirë për shprehjen autentike të krijimtarisë vendore dhe fuqizon identitetin ton kulturor. Komuna e Prishtinës njoftoi sekretari Përbajim Rama bashkë me drejtorin e Televizionit të Kosovës Rilind Gërvalla nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e këtij festivali. Ndërkaq, RTK për herë të tretë këtë vit organizon festivalin e këngës, i cili në 2 vitet e kaluara është mbajtur në muajin tetor dhe vlerësohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në vend. Pas komunave të Prizrenit dhe të Mitrovicës, RTK së shpejti do të hapet e zyrën e 3 rajonale, përkatësisht atë të Pejës. Ekipi i RTK-s, që do të përbëhet nga gazetar e kameraman, do t'i mbuloj të gjitha ngjarjet dhe zhvillimet në rajonin e kësaj komune si në Istog, Klin, Deçan e Junik. Zyrtarizimi me vendosjen e pllakës në objektin e kësaj zyre do të bëhet në orën 18 me pjesëmarrjen e zyrtarëve të komunës së Pejës dhe menaxhmentit të RTK-s, që përkon me ditën kur këto komuna festojnë edhe 26 vjetorin e çlirimit. Sikurse zyrat rajonale të RTK-s në Prizren e Mitrovic, edhe zyra rajonale në Pej hapet falë lëndimës nga Gjajka japoneze. Derisa kjo organizatë vazhdon të ndihmojë RTK në aspektin teknik, komuna e Pejës, sikurse edhe 2 komunat e tjera, kanë ndihmuar në aspektin infrastrukturor. Kjo do të thotë se funksionimi i zyrës rajonale të RTK-s në Pejë nuk do të ketë probleme financiare sa u përket shpenzimeve logjistike si qiraja apo shërbime të tjera. Sipas projektit të Gjajkas japoneze, pritet që zyra të funksionalizohet në fund të këtij viti apo në fillim të vitit tjetër. Për zyrtarizimin e zyrës rajonale të RTK-s në Pejë, zëdhënësi i kësaj komune Faik Zekaj tha se ky është një hap i mirë për qytetarët e këtij rajoni, por edhe për ata që jetojnë në diasporë. Është e komplikuar me marrë një ekip e Prishtinë për një aktivitet 5 minuta ose 10, kështu që tash kena ndihmon që me pastroj me sa më të shpejta prej qytetit të Pejës për të gjithë qytetarët e Kosovës, diasporës që kanë interes me pasë çka po ndodh në qytetin e Pejës, sidomos për ata pejonët e 30 Pejës që jetojnë në vende të ndryshme jashtë Pejës. Kur ofruar të kë edhe kërkoj diçka të tillë. Më njëherë, normal, bashkëpunimi ka qenë, kemi bashkëpunim korrekt me thonë të drejten, edhe na veç e kemi vazhdu, kur u ofruan me kërkesat të RTK-s që kish për komunën e Pejës, na ju ofruam 2-3 mundësi, një që ju përshtat më e mirë që do ka dhe neve që është e përshtatshme për studio televizive, ta veç kam filluar me punu. Sot në Shtime u vendos gur themeli për ndërtimin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, investimi i Ministrisë së Shëndetësisë dhe kësaj komune. I pranishëm ishte edhe kryeministri në ndërheqje Albin Kurti, ministri përkatës i këtij dikasteri dhe kryetari i komunës së Shtimës, të cilët thanë se me këtë investim do të përmirësohet ndjeshëm shërbimi shëndetësor në Shtime. Do t'i ketë gjithsej rreth 3000 metra katror, qendra kryesore mjekësisë familjare në Shtime, me qrast suterreni, përdhesja dhe kati parë, secila do t'jetë parafërsisht nga 1000 metra katror. Në suterren do t'jenë laboratorje dhe radiologjia, në përdhese do t'jetë trajtimi mjekësor, urgjenca, vaksinimi dhe imunizimi, ndërkaq në katin e parë do t'jetë administrata dhe stomatologjia. Kostoja gjithëmbarshme është afër 2.4 milion euro, ndërkaq punimet do të realizohen për brenda një periudhe prej 30 muajsh apo 2 vite e gjysmë, që i bie se në fund të vitit 2027 ne do ta përurojmë objektin e ndërtuar të qendrës kryesore të mjekësisë familjare këtu në Shtime. Jemi prapë në Shtime mas 2 javë. Eksakt me dytin ka qenë hera e kalume, me 2 qershor. Vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, kjo tregon një koordinim të jashtëzakonshëm në mes të nivelit qendror dhe nivelit lokal në Shtime. Kjo tregon një punë të jashtëzakonshme të kryetarit Qemajl, i cili përveç këtyre projekteve prapo e përsëris vetëm shëndetësi për këto 2 javë, po vazhdojnë edhe shumë projekte të tjera të cilët po ja bëjnë edhe jetën edhe proceset më të lehta qytetarëve të komunës së Shtimës. Ashtu siç jemi zotu, Shtimja shumë shpejt do të ketë
mjekësinë primare model ndoshta për gjithë Kosovën me një infrastrukturë moderne, po edhe me pajisje, sepse me mjek e me infermier ne vetëm kemi qenë model kryeministër. Policia amerikane arreston të dyshuarin Vance Luther Bolter për vrasjen e ligjvënëses në Minnesota 2 ditë pas krimit që ka tronditur shtetin amerikan. Një kërkim masiv 2 ditor përfundoi të dielën me arrestimin e Vance Bolter, 57 vjeçar, për vrasjen e një ligjvënëseje demokrate në shtetin e Minnesotës dhe bashkëshortin e saj, ka deklaruar guvernatori Tim Walz. Bolter dyshohet se qëlloi për vdekje Melissa Hortman, demokratën kryesore të dhomës së përfaqësuesve të Minnesotës dhe bashkëshortin e saj Mark, në shtëpinë e tyre të shtunën, një krim që guvernatori i shtetit e karakterizoi si një vrasje me motive politike. Autoritetet thanë se Bolter dyshohet se qëlloi dhe plagosi gjithashtu një ligjvënës tjetër demokrat, senatorin e shtetit John Hoffman dhe gruajin e tij i vet, në shtëpinë e tyre disa kilometra larg. Pas një kërkimi 2 ditor, 2 netësh pa gjumë, forcat e rendit kanë arrestuar Vance Bolter, ka njoftuar Mike Waltz në një konferencë për media. Bolter ishte maskuar si oficer policie gjatë kryerjes së të shtënave duke veshur uniformën e oficerit dhe duke drejtuar një Ford SUV me sinjale të policisë sipas kallëzimit penal të qarkut Hennepin të zbuluar të dielën. Bolter më pas iku në këmbë herët të shtunën kur oficerët u përballën me të në shtëpinë e Hortmanëve në Brooklyn Park, sipas autoriteteve, të cilat kishin paralajmëruar banorët të qëndronin brenda për sigurinë e tyre dhe kishin nisur kërkimin më të madh të shtetit. Ndërruar shikues, ishte kjo atëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më të reja të ditës, do të takohemi në edicionin orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.